ke ditindjen, unë s'jam aty. Sa doja të isha me ty, ta festoni me të dy. Falë ju i tego në drejtën e bashkëpunimin tuaj me shoqatë e kombëtarët me Shqipëri dhe me mua si person. Kjo është një vlerë. I vlerë të gjithë trevave. Dhe në udhëtojmë kemi gjetë përshkarën e gjithë punë edhe pushtetit vendor. Unë ndaj shumë raste të bukura e pushtetit vendor të dini deri sot. Ose para pak vitesh. Kam gjetë pushtetet të plot nga Vlash Gega, që punësoj njëre pa punë, dhe to zyrë marrëdhënie me jashtë, ora rrogën e gjitha, dhe unë pse s'është sot se ka punë të tia, unë e përgëzoj shumë për mbështetjen që më ka dhënë, për vizitën e tani, për gjitha problemet që kishim ndjekur ne. Po kështu ligj gjokën, që deputeti i zonës, më pritet përpara kudo, në çdo vend, në qeveri e kudo ishin problemet. Nuk mund të rri pa thënë çfarë ka bërë Gjergj Roshi për mua. Personalisht e vlerësoj maksimalisht. Ishte zyra e tij atjeta, ty Nikol Djektu, se vite sa herë kisha delegacione të huja, vite këtë dërgoja vujësi që gjenë mush, vlerësdorisht kesh vështirësi, tha, zyra atje. Zyra atje të prezenteta, ja kërkote gjykata për ditë me pare. Jo, thë, do marrë vishë të vërë. A me dhe ardhjetë sa më shqipin jashtë. Kam fjallë në shqipin, Ljudh Lurin, ka pas kolegat të Ljudh bashkë të ta. Kam shtetë, kam për shdo gjatë. Ishëm gati e vinë gjithë aktivitetin, se kjo është e bëtë. Se se ti? Pas në gjithë sotet. Pra unë kam gjithë për shtetë në programet e kësaj shoqate. Që s'kam ditë të zhjithë marrëdhënie, bashkëpunimi e betija që është dhe sot. Kësaj thëmë që bëro, bo dhe ka qënë. Është nuk në mërë si herë bashkëpunimi në asni, se kam detyrë statuarë. S'kam detyrë statuarë të më shetë partijë. Shtetin dhe bashkëpunimi në po ka bime statuarë, pa bëjmë një dhe shumë gëzyra. Se s'ka vetë për punë. Vetë tjera për përgjeshë, së vetë të përgjeshë. Kjo është i shoqëri civile që kërkon vullnetit, si që kemi sot. Po më dashë në shpite kër i e shokë të. Se se ka bëmë vetë, pas i gjësë po vetë, pas ka një gëmë. Pra, kam pas pushtetin e Frogjetani, kam pas sekretar përgjishëm. Gjithë pra këtu janë veprat e njerëzve të mirë që duhet mirë këtij vendi. Këto ka qenë suksese, në formë vërtetë. Çdo shqetësim që më nga degët e shoqatës unë, ja dërgoj deri ke kryeministri që të tjerë. Kjo është detyra ime. Por nuk bëj detyrë kryetarit shoqatës që më vlerë dhe koordinon. Ka për detyrë statuara ja, jo. Shqetësimi blemon nga shoqatëria. Edhe kjo s'ka mua se ja ti vullnet, ti bashkëpunim. Ja them, nuk kam parashikime se kush mund të jetë kush është fare. Është detyrë ime. Unë nuk do zjarë të punë, të shumë për në gjithë, pa mas. Unë i kam një afër, unë i një afër. Da një gjatë, ne 100 vjetë tjera me kam e lutë. 100 vjetë tjera. Edhem kemi dhe Frogjetani. Da godje, këtu në televizor. Zoë Francima. President Foshin, edhe 100 tjera. Edhe 100 me kam e duhet. Jo për shnes të qërë. Me thonë drejtën, jo për budrësi, po nuk je për të menë në vendin e menjes. Por, mu me përqenë shumë që Zoti Nikola, gjatë gjithë jetës së tij, po në vejre dhe me shoqate Shqipëri Itali, si pas me ka pas principin kryesor. Jo, me dhanë jetës vite, po viteve me dhanë jetë. E të i dhanë viteve jetë, jashtë gjatë jeta. Edhe unë që edhe ju tjeve,
Zoti ju bekot edhe sa më shumë jetë me jetën e viteve. Zuar. Në Allah rafë që më mbledhë në të njëjën e precedentit tonë dashur. Po murak, jeni me mund, me sakrifica, me vullnet madh, ka rritë që shoqatën e misisë që ne bashkëpunojmë me ta, e tani që ndamojmë kohë. Me i lule nuk je pranvera, i lule që i lëvëndimi. Ashtu që qera na lule këto dhe lule tjera që i gjëllë tonët, të mlidhem, të mojmë presidentin, të mojmë kom të shoqatë sa shumë e bukur. E falenderoj shumë presidentin që për mua është kënaqësi e madhe me marrë pjesë në lidhje të presidentit, po s'kam marrë pjesë në lidhje të vek. Po presidentin ka vlerësuar, edhe unë kam marrë fos për të marrë pjesë me shpinën njerëzve të mirë, me shpinën burra të mirë, me shpinën shumë të mirë, dhe nëpërmjet kësaj gote tragjike presidentin kam qef të juroj gëzojnë shëndetin e përstojt, fortën e Luanit, kastrin e Tigrit, komorin e Son Varshakut, prinsin e Majavellit, temperamentin e Pushkinit, dhe shpalosët lartë e ma lartë për mes dhe Patrik Zake me shpicin e Redit, e armja ju në dëshëruar. As luksi dhe as paraja nuk rasilë në lukëturin botë. Shoqëria sinqertë i marrë dhe mango. Urime për Urime, bravo, profesor. Apo e ty, më? Përshki edhe unë, që u Maldureshi, oficeri policisë shtetit, kam 20 vjetë, e kam fillu karrierën në Kruj, në 83-shin, i lodhë dhe dëshallë të mi, kam një kënaqësi të jashtëzakonshme. Në rreth Kurbinit, që po punoj ka 22 vjetë, edhe me kolegun tim, Lazar Mrogun atje, kam gjetë një kënaqësi të jashtëzakonshme të Nikol Leshaj me atë shoqatë misi Itali që ka kriju për Kurbinin. Kam mësu shumë për traditat dhe zakonet e Kurbinit, jam tepër i lavdruar, i nderuar për komunitetin që ka Kurbini. Është një personalitet për mu, që edhe zira i tako ke bashkia, ke Pallati Kulturës mbi gjitha, unë kam mirënjohje të jashtëzakonshme edhe për pjesën më të madhe që ju njoh, komuniteti që ka bë zoti Nikol Leshaj, me atë misi Itali, me revistat e tij, me njohjen e bashkëpunimin edhe me Gjergj Roshin edhe me Mill Lulin që bashkëpunojmë edhe me ju të gjithë. Është një gjë e jashtëzakonshme. Ky njeri meriton gjërat më të larta. Me rastin e ditëlindjes, ju uroj edhe 180 vjet të tjera, edhe qytetari më i nderuar i Kurbinit. Të kesh shëndet, familjarisht. Edhe 180 vjera. Gëzuar gjithve. Pa, kam bon lukë shumë modhe, por nuk kanë korektësia e Kurbinit, që tha, dy legjislatura, unë luftoj kum shtetë. Ashtë ajo që kam përpara, me i lukë lezve pranvera, por duhet me kenë, unë jam dakord, po s'te dakord ti. Por humor, një djallë po i propozotën e gojnë se ta i vajza ikve. Dikur i tha për djallë, i tha ndash talon, ndash po talon 50% e kam sigur. Unë a lukë në vajza. Tha po ku ke 50% sigur? A 50% që ndaj me kam dakord, ndash me kupë, tha me mua hojnë. O, 100%. Juri presidenti 50% neve dhe ka pas dakord, po sa bashkë bon kretarja me ta. Po. Me pa bashko 2 përsejtë të bashkë, ishim banë 100%, nda këtë realizohë Kurbini edhe të shoqë. Jo, të rrasë është shizime. Nuk di me trotiv. Që gjarë me dojtë të themë dhe unë, për shtetit gjithë, është ndërë e knajësi që vje për të rrasit marrë pjesë në këtë takim me personat ndërruar si ju, për ndërë të ditëlindjes presidentit shoqatës misisë e bashkëpunimit të Shqipërisë Italinë, zotin Nikol Leshaj, që sot ka ditëlindjen, por edhe si presidenti shoqatës, Nikola ka shumë vlera, që unë di dhe s'di t'i them se sa ka, por që di them të që shpesherë në mbellë dhe mund jetë e disa të tini që Nikola në thret
dhe një grup shoqëror si ky që është sot, që mendoj se ajka e këtij vendi dhe me këtë rast unë duhet t'i uroj Nikolës një jetë gjatë e të lumtur sa të doj. Nuk përcaktoj me isina me 300, se është dikush tjetër e cakton atë. Dhe suksese në drejtimin e shoqatës, gëzuar jetë gjatë e të lumtur, gëzuar gjithë. Unë do të them një vapshë se kam thënë kujt deri sot. E kam një personale, federal. Është shkruar. Që kur keni marrë drejtimin e shoqatës kombëtare të Ministrisë Shqipëri-Itali ju, shoqata është jashtëzakonisht në rregull. Sa herë unë që i shkruaj, ai e lexon edhe jem porosi. Në 4 dish, unë që i shqetësim, ai shëvrat. Kthej. Unë e përshëndes, edhe sot. Tum goja. Se kur vlerësoj njeriu do të thoshte fjalën e mirë. Unë kam se pa kur mëse, as na kjo gjë, po ai ka bërë për shoqat, jo unë. Po drejtimin e shoqat. Për çelë se shoqata nuk e drejtoi unë. Ma shumë të drejtoj rrethet. U marrë për sipër dhe shoja një problemi që kam. Si përfaqësuesi deve të sekretar, për sa i përket kontributit, edhe kërkoj ndjesë. Zonë në gjithë. Unë tash i do të them 2 fjalë për shokun tim, sepse ky shok i takon me qenë me babën tim, po unë e bona shok vetë, edhe po fol neun që mos dal më i madh se frok gjeton. Sepse e kam mik shtëpie, me qenë se këtu ka shumë ushtarak, sepse jam duke i njoft her pas here. Pak edhe. Njëra gjërat më të mira për të siguru betejën dhe fitoren është sulmi, kështu që unë e përgëzoj për sulmin që ka marrë Nikola me shokët e tij, edhe 80 vjet tjera. Faleminderit shumë. Zuar. Faleminderit shumë. Nuk e di dhe nuk jam i sigurt. Por unë do ju thoje gjithë juve, jësa, i di tjetër, në emën, nëse nuk jeni, nëse në emën e shikurin të arsyshme, në emën të shoqatës, Shqipëri-Itali, mi propozu shqitit bashkëtuin që zotë Nikolën me ba qytetar meri. Nuk e di njësa. Do ishte shumë dinjitoze, edhe për shoqatën do ishte dinjitoze, edhe për Nikolën. Unë bërë një propozim, ju arsitua një vetë. Ka që zuar gjithë. Të bashkë sa të kërshru Zotin me kam, me men e me familje. Njerë jam shumë i kënaqur që takona me shokë të vjetër e me dashamirë, qofshit në rrugën të bashkuar, dhe Zotit në rrofë Nikolë Shëndes. Dhe një herë do të atë propozimin që bënë ky zotëria, të sjell një shembull të vogël. Komuneti u Gjisofi, Nikoleshe tha Natanelu gjithë, që do bëjmë ne thopë Nikoleshe. Tu sa shparafi, asë gjë për Nikoleshe, unë kam detyrat e mia, më vjen propozime nga Reka Shoqatës, kam dhe propozime e mia, se s'pish tjerë pra, që president edhe ka kam bo sa njerë, për shkushme jam tja dhëmë të bërate, ki s'ka plikat, he meriton. Rëjtë që nga për vjot një ulitu, asë për që gjerosh, s'pysh, hapse pyjtë, e kupton, se strukturat e mija, të rëdose. Edhe, ky propozim, faleminderit shumë, të di shumë për nërë, që është me njohje që është respektoni ju, por nuk besoj se meritoj. E meriton, E meritoni që shkëbete e drejtër shoqate dhe i që drejtori shoqate. po kush e meriton atëherë? Ja. E modestën edhe. Që Murati i meri, së shpetja të mbyllë të mjerë. Do t'ja marrë morën shafë të problemi. S'ka pas, bodi ka po, bish po përshqyru. Zuar me gjithë. Zuar qëndërojmë për pranin tonë, në pranin tuaj në festën e vitinit e
Shqipërinë tonë. Presidenti Shoqatës së Shqipërisë atij. E falenderoj edhe Nikollën dhe ju uroj mjetë të gjatë, sa ta ketë shkruar Zoti, pa me kohën e Zotit, edhe sa të ketë dëshirë vetë, edhe në emër të familjes tonë, se jemi një familje, se falenderojmë sepse na ka prezantuar densisht, ka sakrifikuar maksimum, deri edhe interesat e familjes vetë, i ka humbur në shërbim shoqatës. E falenderoj në veçantë, sepse na mblodhi edhe sot bashkë. Nuk është e lehtë për të mbledh, jo vetëm nga nevojat e hallet që kemi gjithë secili, por mendoj që shoqata në misionin e vet ka arrit, jo vetëm në rang kombëtar, por dhe si deri Kurbinit, ka arrit të mbledhi pa paragjykime politike, pa paragjykime fetare, të gjithë qytetarët e Kurbinit. Në këtu bërë kja vetëm për qytetarët e vjetër Kurbinit, por qytetarë pa dallim. Të ri e të vjetër që kanë dhënë kontributë dhe e duan Kurbinin dhe sakrifikojnë për Kurbinin. Mendoj që kjo është shumë e rëndësishme edhe për situatën që po kalojmë. Në një kohë kur diskutohet ndarja e Kurbinit, Nikolla merr iniciativën, jo thjesht për ditëlindjen, por që të bashkohemi gjithë bashkë. Që në qoftë se Kurbinit i mungon malësia e Kurbinit, që është me kryen sot, diskutohet ndarja e Milotit dhe malësisë Kurbinit që është skura e Gallatës. Dhe mendoj që në Pallat Kulturës me njoftuar gjithë nuk lidha gjithë bashkë. Mendoj që gjithë secili nuk ta jo temë diskutimit, nuk është tema sot, por gjithë secili do ta ndjejë veten të shqetësuar, sepse Kurbini nuk ke çfarë t'i dash. Ja ka falë Zoti të gjitha. Natyrën, historinë, kulturën, trashëgiminë, dhe ne nuk luftojmë vetëm për të nxjerrë pa vlerat dhe historinë e Kurbinit, që i përfaqëson Bashkia e Kurbinit, por edhe të malësisë Kurbinit që sot është me krye. E cila për arsye administrative u nda, sepse interesat dhe shërbimi ata e kanë më afër me Bashkinë e Krujës se me Bashkinë e Kurbinit. Qytetarët e Kurbinit i kanë të gjitha mundësinë për të marrë shërbimet në Bashkinë Las. Ashtu siç janë. Bashkia e Kurbinit mund të bashkohet me ndarjen e re çdo lloj qarku, Lezhës, Mirditës, Matit, Krujës, Durrësit, por e pa coptuar. Dhe ky është shqetësim, ndoshta nuk ishte momenti, nuk është momenti sot për ta shpreh. Unë shfrytëzoj rastin dhe më gjykoni si doni, mase kam drejt as kam drejt, keni drejt më gjykoni. Ju urojm jetë gjatë Nikollës, edhe ju falenderoj edhe herë për pranimin tuaj, për respektin që i keni Nikollës. Intelektualët e Kurbinit, iniciatori është do të marrë. Grup tjerë, kërkohet që unë kërkoja kryeministit të Shqipërisë që treva Kurbinit, të gjithë fatmirë, mos ketë varësi nga shkolla. Si dhe thash, çfarë më doni ju, shkrimtarë një tjetër, që ishte Kurbini, i sotën, me ka 10 faqe, u bora i koncentrat për 2 faqe. Ja shohë kryeministit, me mendimin e plot, se kisha të drejtë. Dhe e them se ka në shumë se 2000 vjetë, që asnjë dokument se ka shkolla, po i ka prefektura Durrës. Ju lutem, shikojnë edhe herë këtë problem, se shëndetësia ka varësi në Durrës, në Shkodër. Kanë ardhur pasaj përfaqësues të qeverisë, janë tukë, se i marrë informacion, mbledhin informacionet, e që bën me të, në autostradën në qytetë të hoteli aty që, të restoranti, kanë biseduar, dhe nën kryetari i bashkisë është shumë hapur në mbështetje propozimit tek. A që atje agronomi se ka ty. Gzim Dika. Të tjerë nuk ishin. I dhanë të drejtë edhe përfaqësues të qeverisë, i dhanë të drejtë mendimit që ky shpresë në intelektualet për Kurbinit. Edhe kjo të shqipo vjetë ndoshta përmirësohet. Por në mënyrë kategori do të di një gjë.
influenca e njerëzve, lobime të ndryshme, të njerëzve të paqëndët qenë, kërkojnë të bëjnë hedhje të rrezikshme që do të Kurbini. Në asnjë mënyrë nuk mund të ndodhë. Nuk mund të hidhet poshtë betejë e Barkëskurës, që ka marrë në fshati i Skurit, me 1400 burra, me lezhjan e me meditor, e shteti Arbit, filleshysh një ditë, zotë, nuk është rrugë madhe. Edhe të banë të hidhet poshtë të ngjarjet jashtëzakonisht të mëdha. Betejë e majtësorët e Bregut Matës, si mund të hidhen poshta, që mund t'ja kalosh një treve tjetër. Le kjo e lbulerës, po që kërëve një gjithë bota. Dhe primet të tilla, djallëzore, kemi do hasim, por shqetësimi duhet shumë e kryeministit i Shqipërisë, që ka autoritetin për vendosë për gjëra të këtyre të mëdha. Harrojeni, nuk është dëshira të harronite që kryeministi desha ta thotë Kurbini, se ka vlera të tilla s'ka. Unë di shumë gjëra që thuhen, në zoje më zonë, por nuk janë baza. Po thosë se paguhet nga Turqia, për të mbyllë kishë e shtonet zotini, për të vlerët e kishë shtonet. Ne i dim të gjëna. Kurbini në do njëtë. Ta hajë kërdo se ka me një njëshë. Nuk mund të dërzohet. është përstësia gjithmonë në mbartësitë e kujt. Për çfarë? Në histori që ka Kurbini, a gjenjë një rreth Shqipërisë që ka. Një. Në 4 kalar. Ka histori pra. Atë lumë gjaku. Ese ai se që kërkon të formojë historinë, nuk po të arrijë. Nuk ka besim shumë ke kryeministi, nuk e lejë gjë tjetër. I ko, bam 50 vjetë, moron me këtë lavë që tha Gjoni e tha Gjoni edhe, që të përmohet Kurbini, historia e Kurbinit, unë me këta se më dakord. Se Kurbini ka histori madhe, gjatë, ka historina të mdoja, pavarësisht se ka për shembull spitale, ka afërsi tjera që ma thonë, por historia e Kurbinit nuk duhet të përmohet. Ka mundësi minut? Nikola, ti u bak Shëmbini 100 vjeç. Meritat tuja për jetën e për veprin folën shokët edhe e dinë që të gjithë. Kjo temë që keni nisë edhe foli Gjoni, do një vend caktuar, do një mbledhje shumë më të gjarë sa me, do të jenë edhe njerëzit më kryesor me krypleshe me të gjithë, sepse kjo që kena pa në harë, pasje me profesor Dresin me nuk egen me këto, ne ka të këto. Atare. Ana, hadi git düşün. Ana, hadi git düşün. Maşallah. Hadi git düşün. Çiftliğe. Şomurime. Oh, maşallah. Siye. Çiftliğe. Pretty much. İyi, bu kaç yapar? Bravo, bravo, bravo. Hadi su. Hadi kto ti me gjithë gos. Hadi. Vani foto Opa. Vai, koliko.
Vazhde frok. Kjo do një mjeve shumë gjërë. Me sa kena plan hartë ne. Me profesor Zefi në minu gegën dje, merë komplet Gurzin, Zemenin, Bregun e Matës komplet, deri në Shënkoll, edhe e kalo Rëshenit. Si qarë. Aty në hartë. Tani, për 3 ditët, për bashkëtesën e Kurbinit, nuk mund diskutoj njeri. Miloti është ndërzemrat e Kurbinit. Të ndajsh Milotit, Malin e Bardh, që nga Shullazi, e të kalesh andej, kjo është me ndë një shmenduri. A bëhet a nuk bëhet nuk e di. Mundet që të bërë jetër Nikola, për nuk ka... Do të mledh populli për këtë. Jo, s'ka bërë djetë, për para. Do të mledh populli për këtë. Ne, kategorikisht gjë, të ne për tavolinat e kafes, a bisedat në mënyrë kategorike nuk gjenë njëri që da për krahi këtë. Nuk gjenë. Besoj që nuk ka dhe Gurzat, as pjesa Alkut, as pjesa Zemeni që ta pranoj këtë punë. Menoj unë. Ne kena, jo vetëm 3 ditat tona, se dita 3 dita ke, por ne na ka da lumi mat, lumi famë, bi 300-400 metra mbi shkopet, na da varg mali, edhe këto jenë të ndara, jo sot, pa ndara, na kena pjesë, Kurbini ka pjesën në zonën e Krujës, ka pjesën e Najs, shkelu këtë punë, mund të sërëm mjaftë mirë Zefi se ka, i ka shkret dhe me kam, i ka studiu, i di mirë të punë, por ka mendimin bëhet në ndërtimin e shoqatës. Apo te, kryesisë Kurbinit, duhet të mbledhni pa tjetër për të dhënë jo të mirë kësaj pune. Kjo, për mu, është komplet e pa logjikshme. Për mu nuk do të zoj vend, që nga fëmija që lind, e deri ka ishin veshje se këto. Anaj, nëshme që dojë rastisht këtë punë, mundet të ngreshi, po gjoni bani mjaft mirë se ngreshi, edhe ju që diskutori këtë punë, për neja jashtë zakonisht përreki këtë punë. Tu në prefekti, do që e zonin e vetë, unë jam i bindur për këtë punë. Ne në kome veti, ne ngrejë zonin e veti, ne në kome veti. 100 veqë Nikolë ti, edhe, po të mbledh ish prapë për këta probleme. Jo, kështë një lafë Mustafa Kuqi është këtu. Kam përboshta me të për pare, me makinën time, me shpenzimët mija që po kira voku filin, vëditor dhe Gubina. Po drejt. Me shmarana gurit të, ta që mu s'kam drejt ta shtelbit. Jo, kufeti kanë vonë Asë drejt, një s'kam drejt shkelbit. Edhe ato të shkësht i fotografojsh me ekip, e të t'i bëjmë revist, t'i hedhëm revist, ja kojë kufit e Kurbinit. Si dekë më shate. Jo, më si dihen ato, Kërshi shësim, si gjithë shësim e ligjera që nga vinë nga bashkia. ajo dihen krejt, dihen. Jo, pelut të shqip, e ka njësë më laku vinë, nga lidhën. Së mund së mleve hujnë gardë, pari. Nështë të kufi, asë se ka bo, asë turkë, një më. Reprime tërësit djelzore, tërësit parbashin, nuk në të kësë. Po, Nikol, Ja tash kisha të falë që nuk ka, Nikol, e ke shumë e vend, për ka shumë frok zetanin, ta man ka vini problem që është në vend për të mbajt me. Nuk ka Kurbin pa Milot. Se Miloti është këtë flamurje ti. Por edhe me lafe, se u bane se bre për ti për dhe gjinje, pash të e bërë zote sa të gjithë shku, po mirë është, mendimin, me njërës të historian, si Zef Kuela, që të histori ka një mojë, di dhe me pënë për këtë punë, edhe të tjerë, që të mbidhin në Pallatin e Kulturës, Kurbinasit, nga gjitha trevat, me mdejona, se nështë nuk realizohet, dhe të shkrijë gjitha mendimet, edhe këto që kanë jetën më shumë
edhe të bat një peticion qeverisë. Neve të kurbimit, se të letra, se kështu në qëse të vazhdojmë na, nuk shkon ke punë, se në kodë zohet prefekturë me Durrësin, partit punës prefekturë me Krujë, të është me Lezhën. Nejna të captu, po të dur na shtër captu, se të captu jena, më stalin më shtër captimin, se qështë do vije punë, do ngeni kurbini grusht. Iko e punë. Këtë mendim kam. Për t'i dhënë rrugë këtij problemi, nuk mund të bëhet, e tha Nikola, e tha në tjerë. Ky shqesi, me intelektual, hapin, e bën ja 500 firma. Që thot kryeministër, vota në kurbin, nuk e ka bërë asnjë, nëse të thotë kurbini. Se bëre. Ti bën çdo se ke shtetin dorë. Të gjithë njerëzit janë të lirë të shkruajnë në rrjetet sociale dhe dikush të futi hartë, sipas idesë që ka, sipas mendimit që ka, me përkatësinë në tash, por që një version zyrtar akoma nuk është dhe për shumë kohë mbase nuk do të jetë. Sepse po thej që është në fazën e studimit, jemi ne që po e diskutojmë, ndoshta vende të interesuarin për të bërë vlerë kulturore etj. Edhe ato që tha Gjoni, që tha Nikola, pa i përsëritur edhe herë nga e para, derisa të arrijë në përfundimin për të marrë vendim. Vendimin e dini ju si kush e merr, janë pushtetet, legislative, ekzekutive, kryesore, kontakt. Pra, është një fazë që sapo ka filluar ose është në mes një proces që do vazhdoj prapë derisa të shkojë në fund. Ne bëjmë mirë që diskutojmë, ne bëjmë mirë ta trajtojmë ashtu si e trajtoi Gjoni, si e trajtoi Nikola, a kupton? Dhe të shkojmë drejt asaj që ne mendojmë se është shumë e arsyeshme. Kaq mund të them unë, kaq kompetenca ka mund, kaq informacion ka mund, më shumë se kaq do flasim në vazhdim. Faleminderit. Presidenti e Rishin tjera, në kërë shëgjatës, në shtetë me mene me tamë, për tjera, një kohë, e kërë takrin në gjdo kohë, dhe shesh fjallë me idejt dytë, dhe është me zhonit, numërën të telefojt kërë, të lifta, ma tepër, i në gati për peticion në natën ditët kur të duhet ja bëjmë. Zoti e fut me dhe mira paloshi gjatë, se më zote qënë të edhe në bakë. Më s'ke besim të? Jo besim për zote, pasat të apë të këtë era që të si që e lajmë atë punë, prej herë tjetër, sot kena ditlinit të nëzhesh, edhe punë. Arrove me thanë, ose të plakët merë. Mërsime, A e di se cili është vendi më i bukur në botë? Janë krahët e tua ku më përshafojnë. Sot nuk ndodhem aty. Zemrën time ta kam bë dhuratë, të dua më shumë se jetën time. Do doja të isha qiri, të vendosesha